Simone Inzaghi është në një moment vendimtar. Pas finales së humbur të Champions League ndaj Paris Saint-Germainit, trajneri I Interit kërkon garanci të qarta nga klubi, dëshiron përforcime konkrete për të qëndruar në majat e futbollit evropian. Ai nuk kërkon vetëm një kontratë të re nga klubi I Interit, por një projekt ambicios që jep mundësi të luftojë për një trofe të madh. Ndërkohë një ofertë e madhe nga skuadra e Al Hilalit po e tundon dhe mund të ndryshojë krejtësisht skenarin. Është një ofertë për 20 milion euro në sezon. Nga ana tjetër, drejtuesit e Interit, përfshirë në këtë rast dhe Marotën, duan të vazhdojnë me Simone Inzaghi. Pavarësisht disfatos në finale 5-0, ata e vlerësojnë lart punën e Simone Inzaghit me 6 trofe dhe 2 finale të Champions League më pak se 4 vjet. Por ka dhe një pengesë tjetër. Klubi do të ulë shpenzimet dhe mund të shes disa lojtarë kyç. Kjo bie në ndesh me vizionin e Simone Inzaghit. Gjithsesi, të dyja palët do takohen në ditët në vijim për të vendosur të ardhmen. A do të qëndrojë Inzaghi në Milano? A do të qëndrojë Inzaghi ke Intri? Apo ky është fundi I një cikli dhe Intri duhet të ndryshojë trajner? Çfarë mendoni ju? A duhet të largohet Inzaghi apo të vazhdojë me Interin? Lejeni komentin tuaj dhe liqni faqen A2 Plus për përditësimet të fundit nga bota e futbollit. 90% të kontenuteve do jenë të dedikuara për sa I përket Serie A. Lejeni komentin tuaj për sa I përket Simone Inzaghit te Inter dhe duke qenë që gati 90% e personave që bëjnë like, nuk bëjnë follow, do ju lutesh të bëni paktën follow. Objektivi për muajin qershor është të arrijmë 2000 veta që na ndjekin, të bëjmë një komunitet I madh. Ju mirëpres të bëni like, koment dhe sa më shumë share.